Kinemaja e qytetit të Përmetit ishte mbushur me ardashës nga e gjithë hapësira shqiptare e mëgjer. 26 poet, krijues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut, diaspora, u bën pjesë e kësaj ngjarje për ta nderuar Naimin. Me këtë rast, u ndan mirënjohje për Zeqir Gërvallën si fitues i festivalit të parë Gjurmë Naimiane. Një nga këto figura dhe ai që e hapi si parin e festivaleve në gjurmët naimiane në qytetin e Përmetit, ishte zoti Zeqir Gërvalla, i cili në nderoi në vitin 2015 me pjesëmarrjen e tij së bashku me grupin e vet që kishte ardhur ndoshta nga Shtetet e Bashkuara, dhe për ne ishte kënaqësi e madhe për të patur midis nesh një figurë siç është zoti Gërvalla, i cili jo vetëm që ishte një luftëtar i lirisë, një poet i shquar në Kosovë, por ai kishte edhe një prurje cilësore poetike, të cilën neve juria e festivalit atë vit e nderoi me çmimin e parë. Miku im, poeti i përsekutuar, Zeqir Gërvalla, i cili tani jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kishte qenë laureati i parë i edicionit parë të festivalit Gjurmë Naimiane. Ajo është konkurs anonim, ku poetët i dërgojnë punimet e tyre me email dhe juria i zgjedh 3 më të mirët. Edhe poeti Zeqir Gërvalla në mungesë u nderua me një mirënjohje, të cilën do ta ketë marrë dikush nga kolegët e tij. Në kuadër të aktiviteteve ditët naimiane, në qytetin e Përmetit nuk kishte si të mungonin edhe aktivitetet tjera.